بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona. Ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humbë, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës në shpjegimin e 6 parimeve, dhe ky është parimi i fundit dhe më kaq e përfundojmë këtë libër. Këto 6 parime jemi të trajtuar që 6 ligjërata, 3 të parat kemi thënë më tepër janë formim i drejt i personit, individit dhe shoqërisë, dhe kemi thonë se parimi i parë është me adhuru Allahun Azza wa Jalla dhe me largu shirkut. Parimi i dytë është që besimtarët të bashkohen në fenë e Allahut Azza wa Jalla dhe nuk mos të përçohen. Edhe parimi i tretë kemi thonë se për me pas unitet duhet me pas udhëhec, për me funksionu uniteti përmes të udhëhecit duhet mu dëgju që ai udhëhec. E kjo është parimi i tretë. Ndërsa 3 parime tjera më tepër trajtojnë disa fenomene që pamundsojnë realizimin e 3 parimeve të para, pra adhurimin e drejt, unitetin dhe në respektin e udhëhecit. E para ka qenë me sqaru se çka është dituria dhe kush janë dietarët, se shpesh na observohen gjëra në emër diturisë apo na ushtiren njerëz në emër të dijes dhe si dietarë nuk janë të tillë. Tjetra është se njerëzit ndonjëherë për me i kaluar apo me i servu ato bindjet e tyre paraqiten si evlia të dashur të Zotit, edhe nëse janë gjesim emrin dikujt në evlia, atëherë le të bën çka don, le të fol çka don, dhe fjala e tij na është argument, e përmes kësaj faktikisht kanë përhap shumë bidate, rresi në fe e kështu me radhë. E treta apo parimi i gjashtë që sot do të marrim është se kur nuk kanë arritur, domethënë me i shit gjërat përmes dijes, kur nuk kanë mujtur me i shit gjërat përmes evlijave, dhe thjesht dietarët e Ehlis Sunetit kanë vazhduar me këmbgulje me sqaru të vërtetën nga Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thjesht të ndohen gjërat edhe mos të përzihen edhe mos shitet ignoranca në mes dijes apo bestutnit në emën të evlijallëkut. Edhe i kanë ballafaquar gjithmonë me argument, po thu kështu thot Allahu ndryshe, po thu kështu thot pejgamberi ose ndryshe, po thu kështu ka thonë sahabët ndryshe kështu me radhë. Tash e kanë zgjedhur një metodë tjetër, që thjesht kur e kanë pa që dietarët e Ehlis Sunetit po i ballafaqojnë me Kur'an dhe Sunet dhe pja u zhvlerësojnë dhe pja u kundërshtojnë çdo bidat që ata dojnë me e shitë të njerëzit, kanë thonë dini çka, Kur'anin nuk mundet me e kuptu vetëm se njeri është i cili është mujtahid,
edhe ai mujtahidi duhet me plotësu qito kushte, që kanë qitë kushte shumë të mëdha, që shka thonë autorin ndonjëherë me i këshyrë kështu këtu qysh i kanë qitë të kushte për mujtahidin, nështë as Abu Bekri dhe Omeri si realizojnë, e që faktikisht kanë bo pengesë që njerëzit me Omer, me Kur'an dhe Sunet, se nuk je mujtahid, nuk i plotëson kushtet, nuk i je domethënë ti drejt me Omer edhe me lexu Kur'anin dhe me meditue dhe me studiu apo me argumentue përmes Kur'anit. Që kjo është shubja e tyre, që kjo është dyshimi i tyre, mirë po kisha pas qef para se me Omer me këtë me tregu pak se çka është ky mujtahidi që kanë qitë kusht që s'mundesh me kuptu Kur'anin vetë se me kon mujtahid. Mujtahid dhe më thonë në gjuhën arabe që njeriu me dhonë atë maksimumin e tina për me arrit një çështje të caktuar. Që kjo është dëmonë mujtahid. Angazhohesh, lodhesh, jep maksimumin për me arrit një qëllim apo një punë caktuar. Ndërsa në shariat, mujtahid është ai i cili jep maksimumin e dijes dhe potencialit e tij intelektual për me e kuptuar Kur'anin, Sunetin e pejgamberit ose me e nxjerrë një dispozit për Kur'anin dhe Sunetit. Ç'ky është domethënë mujtahidi. Është shumë e vërtetë se jo këtë muslimanët janë mujtahida, e kanë arritur këtë shkallën e lartë, domethënë intelektuale, që kanë mundësie mi nxjerr dispozitat për Kur'anin dhe Sunetit, sidomos ato çështjet që janë pak më të koklavitura, që janë pak më, domethënë komplikuara, besa disa që janë treja, që thjesht çdo musliman mundet me ditë ato. Po janë në kategorie dietarëve që janë të kualifikuar, që janë të pajisur me dije, që realisht ata mundin me nxjerr këto dispozita. Për atë shek, domethënë kur kanë folë dietarët për rregullat e tyre, kanë thonë është që me ditë, domethënë kur flasin për një meselë kjo mujtahidi, do të pas disa kushte të plotësuara, për shembull me i ditë argumentet për Kur'anin dhe Sunetin që e trajtojnë çfarë temën për cilën po dojnë me e studiu. Kjo është e para. Me ditë gjuhën arabe, thjesht që çto argumente Kur'an dhe Sunet që këta argumentojnë apo fjalë sahabe, me ditë gjuhën mirë se çfarë kuptimi kanë çdo fjalë, qoftë ajo fjalë nga ajeti kuranor apo fjalë nga hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me ditë masandej thonë fjalët e sahabeve, me ditë hadithet, qoftë se është hadith i dopt, apo është hadith i vërtet, a është mutawatir, apo është ahad, me ditë domethënë disa dispozita, a është ky ka konsenzus çat mesele, a ka domethënë që është njëra e ka dëregu tjetrën, që thjesht mos më argumenton njeriu diçka që e kundërshton konsenzusin, ose e kundërshton domethënë diçka që dihet që është e anuluar në fen ton. Për shembull, në fen ton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillim i ka ndaluar me vizitu varrezat. Edhe masandej kur i ka leju, ka thonë ja u pa ta ndaluar me i vizitu varrezat, tash domethënë vizitoni. S'mundet me ardhi dikush me marr atë argumentin e vjetër, edhe me thonë po ishte ndaluar me vizitu varrezat. Se ky argument, domethënë dhe ky dispozit, domethënë është deroguar dhe është anuluar me hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se e ka lejuar në gjatë tillë, përveç të gratë që ka mos vajtime me zjetarëve se a ka mbetur halen ndalesa apo realisht domethënë edhe këto hin në këtë çështje. Po do të thonë që janë disa kushte që realisht jo çdo kush është i kualifikuar me kon mujtahid edhe thjesht me nxjerr dispozita fetare, domethënë që kjo është halal, që kjo është haram, e sidomos në ato çështje që janë domethënë të koklavitura dhe të komplikuara. A ka mundësi që ky mujtahidi me kon domethënë profesionalist në disa gjëra, e nështë atyre të dinë mirë të përgjithshme, mundet ka mundësi për shembull me kon shumë profesionalist në çështjet e ekonomisë së shitblerjes. Edhe më thonë me është mujtahid ose mirë po me i folaj në çështjen e jurisprudencës, dispozitave që kanë bëjnë me dënimet e sene, nështë nuk është i tillë. Apo me folë në çështjet e që kanë bëjnë mjekësi, dispozitat e mjekësisë, transplantimit, domethënë këto zbukurimeve që bëhen e sene, faktikisht nështë këto s'ka fort njohuri. Ka mundësi që ky mujtahidi me kon mujtahid në sferë, e jo me qenë gjitha sfera domethënë mujtahid. Mirë po, ajo që duhet me kuptuar është kjo se që ky mujtahidi kur të jap mundimin e tina edhe angazhimin e tij intelektual,
ka mundësie me nxirr një dispozitë. Ajo dispozita ka mundësi me qenë hak e me qellu, e që për të shpërblehet 2 herë, që ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po ka mundësi e ka nxirr dispozitën, po ja ka huq, e ka gabu, e për atë e ka një shpërblim, pse është angazhu, ndërsa nuk ka dënim për çka ka gabuar, nga se, do më thonë, me qellu është sukses që Zoti kujna dën e ja jep, edhe për atë nuk e dënon, edhe nëse ja huq, nëse ka qenë për atyre njerëzve që është i kvalifikuar, do më thonë, me bo ijtihad. Ka mundësinë është mujtahid, angazhohet, punon, mirë po thjesht nuk i është bëhet qartë akoma, shesh e dëgjon, do më thonë, ai dietar thotë valla ka që 30-40 vjet e kam studiu këtë mesele, mirë po hale nuk e kam qitë gurët me thonë se a që shtu ta qashtot. Edhe kam pa raste edhe vetë kam dëgjuar dietarë apo në sen që kështu të flasin. Ama fatkeqësia është se domthon tash vjen njeriu, ndoshta djeja ka nisë më fal, edhe ndoshta çështët fillestare të fesë nuk e din për abdes e namaz, ndoshta me lexu Kur'an s'din, se me ditë domethënë gjuhën arabe, edhe me ditë argumentet, edhe atë që fol me bindje, edhe ja çet gurin meseleve, edhe ndoshta është në gjendje mu kap me këtë dynjan. Apo nëse me çështje që faktikisht absolutisht ai njeri nuk ka njohuri për atë çka është duke folur. A ka mundësi që ky person apo të çështja që i thojmë taklid me pasu? Ne dim se njerëzit ndohen një njerëz që janë, domethënë, populli i gjerë, që kanë njohuri solide, thjesht për fen, që për këtë sprish punë me pasu në dietar që ju flan zemrën në fen dhe diturinë e tyre. S'din për një mesele, e gjen një hoxh që mendon që është dietar, që ka dije, që ka devotshmëri dhe pyet një mesele dhe ja fetva edhe e pason. Po çka mujtahidi që ka mundësi vetëm i studioj sanat, a ka drejt me bë taklid në herë? Thonë dietarët edhe ky ndonjëherë ndoshta ka drejt me bë taklid, pse i vjen një mesele që duhet me dhonë ndoshta përgjigje e vetë s'ka ndoshta shumë as kohë, as domon njohuri në atë lami, faktikisht e gjen kush ka folur prej dietarëve, qoftë bashkëkohora, qoftë më të hershëm, edhe thjesht i bën taklid, domethënë ata që ishin para tyre. Mirë po ajo që duhet me ditë është se kur po themi taklidi me pasu, nuk duhet me pas pasim të verbërt, se shtot që i Islami pasimi është si çështja e cëftirës, lejohet më hongër vetëm gjendje të jashtëzakonshme. Nuk është që është parim që shka dëmond, kush që ka thot, atë veç në veshën dhe bo amin që po thot apo nësane. Por realisht, qofse je pej djetarve, qofse je në zënës i dijes, realisht ata kanë tretman tjetër, mirë po edhe në qofse je prej si për dëmon avamit, kanë diskutu djetarët, a pa tjetër duhet me marrë një medheb, edhe çka thot që ai medheb, dhe më thonë me lehtësimet apo me shtëngimet e tij me marrë, me pasu apo jo. E që mendimi më i saktë nuk është ashtu se s'bën asnjë njeri përveç pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njeriu nuk duhet më ia marr, dhe më thonë këtë fjalët apo këtë veprimet. Qoftë ai medheb, qoftë ai njeri apo kështu me radhë. Edhe Imam Ahmedit koft, edhe Ibn Taymije koft, çfarë do medhebi koft, apo nëse mendimi më i saktë është se s'lejohet njeriu, domethënë me i marr, domethënë 100% çdo gjë përveç se prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkurtimisht po them pe i ceku këtë gjëra se këto janë pak për studenta më tepër, mirë po përderisa i ka cekur autori, më dash vetëm se hyrje me shpjeguu se për çka të fol. Autori po e tregon një dyshim që e kanë ata që duhen më bë pengesë mes të vërtetës edhe masës dhe njerëzve. Thash, kam pas vegël mjet çështën e dijes së dietarëve me i servu gjërat që janë dije, që janë dietar, edhe me i kalue, domethënë bidatet e tyre, e kam përdor dytën përmes evlijave, edhe aty s'kam mujt me pas sukses, ndoshta dikon po jo në shumë të rasteve, e herën e tretë po përdorin këtë kartën e fundit. Ajo është se kur ti pe i ballafaqon se çata që po thoni ju nuk është ashtu se Allahu po thon ndryshe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thon ndryshe, ata po thonë tash
Koronin nuk i mundësi me kuptu, vetëm se me konë që si mujtahidi, që si djetari i madhë. E që kjo mujtahidi masanej, i ka qëto kushte, tak, 1, 2, 3, 4, 5, që thëtë që shtët tubë, nështë ta me këqyra se Ebubekri të mere, nuk i gjanë. Që kjo është do më thonë dyshimi i tyre, që thash qëllimi i tyre është që njerëzit mjo bo barikad mes Kuranit e Sunetit dhe tyre, që masandej me i servue qoftë ato mendimet me dhebeve, qoftë mendimet të individve, po besa ka herë e shedhe shumë bidate që kanë bëjnë me akide, faktikisht përmes këtij bidate, faktikisht i kanë të i kaluar, sidomos edhe të emrat dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall, kur kanë folur që çështje e kanë pasur, nga se kanë thonë Kurani dhe Suneti folë mirë sipërfaqësore, edhe në qoftë se e merr ashtu tekstualisht që shtot Kurani se rrugën e Zotit, kjo është kufër, atëherë duhet me i bë ta'wil, ata i thonë ta'wil, domethënë me shtrembruë sipas kuptimit tonë, ata më komentuar thonë, edhe faktikisht shumicën e sifateve të Allahut, emrit të Allahut Azza wa Jall përmes kësaj rruge i kanë domethënë devijuar dhe i kanë shtrembruar. E na ju thojmë aty se nuk është e vërtet që Kuranin dhe Sunetin duhet me konë djetari madh me kuptu. Se dija është 3 llojesh, në fenë tonë. Dije që e kuptojnë shumica e muslimanëve, dije që e kuptojnë vetëm dietarët, edhe gjëra që nuk i avdin realitetin atyre vetëm se Allahu Azza wa Jall. Këto as dietarët nuk e dinë. E do t'i japi shembull për secilin me kuptu se për çka po flasim. Qofse thot Allahu Azza wa Jall, "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhuroni Allahun dhe mos i bëni shok atina. A duhet çaq filozofie, duhet me kon alamet njëri me marr vesh këtë puna. Qofse thot Allahu Azza wa Jall, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Falni namazin dhe japni zakatin. A duhet me kon alamet dietar që me marr vesh këtë puna? Qofse thotë Allahu Azza wa Jalla taqrabu zina dhe mos ju afroni zinas, a çfarë duhet me kon njeri i dishëm i kuptu këto gjëra? Realisht shumicën e gjërave të fesë janë qësine. Shumë qarta, sidomos që kanë bëjnë me tauhidin, me besimin e të pastër në Allahun Azza wa Jall, që vetëm Zotin duhet me adhuru, edhe me ju largu shirkut, janë qatë shumë qarta. Qoftë në ajetet kuranore, qoftë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa që veç me lexue Kuranin, qoftë se je arab, po edhe në qoftë se je domethënë që e lexon përkthimet e kuptimit të Kuranit, faktikisht kemë marrë në përfundim se domethënë me adhuru dikon përveç Allahut e ka shirk, Zotin na paska kriju me adhuru Zotin, domethënë duhet me fal namazin, me dhon zakatin, me ndëgjuar prindrit, me u largu pe imoralitetet, me ul shikimin, mos me vjedh, me çute me rujt emanetin, këtë janë që janë qarta. Por atëherë çfarë ijtihadi, çfarë mujtahidi me konta me kuptu këto gjëra. Po thjesht dije ka që e kuptojmë të tonë. Ka dije që nuk e kuptojnë shumica njerëzve që jenë pak më të këkullavita që i marrin vesh dietarët. Që me të vërtet ka nevojë realisht me dhonë që të farë angazhimin intelektual, me që ato para dispozita që thash do të mi plotësuhet që realisht me ardhë me nxjerrë një vendim drejt ashtu siç ka dashur Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po them në rastin, po i cekoj 2 shembuj. Qofse një njeri do me marr borxh, me shku të filan fisteku, ai nuk t'jep borxh vetë se me kamat. Ky thot, unë mendoj që kamata është haram, a ka mundësi më dhon ndryshe? Ai thot po, e qysh? Thot unë kam një kerr në vetur, po ta shes ty me borxh 10.000 euro. E masi që ta shes ty me 10.000 euro, ti ma shet mu me 8.000 euro e ti japi parën në dorë. Nëse e kuptoni, kisha pasur me kuptu drejt. Faktikisht e merr kerrin 10.000 euro borxh, njëjtit pekune e ke bleja ke shit me 8.000 parë kesh, që i bjen që ti kerrin ja ke kthy që ati personi që e ka pas kerrin, e i ke marr 8.000 euro parë kesh, ama realisht i ki borxh 10.000 euro, se 10.000 euro e ke ble kerrin në fillim. E që kjo është loj, është mashtrim, hile, ama është kamat.
E këto, nështë shumë njerëzve ka mundësimi të kalu, po jesë mora kamatën, thot ma bëshë të kerën, 10.000 euro borç, jash i ta kerën 8.000 euro kesh, realisht 8.000 mora, ma 10.000 kimi a këthy. Ama faktikisht kjo është kamatë. E që realisht, shumica njerëzve ndoshta i kalojnë, unë eq për i ceku si shambull, apo shambull në rastin e që është transplantimit të organeve. Sa ka detaje a lejohet transplantimi i organeve, a lejohet transplantimi prej musliman të muslimani, a lejohet transplantimi i një organ që është musliman me dhon me donatuar dikune që s'është musliman, a lejohet domethënë me marr për shembull unë Zot ndonjë pjesë ndaj kafshët që është ndaluar kur e bisedojshim domethënë para disa vite, domethënë zemrën e derrit me e marr e kështu me radhë që ke po që dhe xhallar ju e ke se di këtë mesele. Që faktikisht duhet me pas dituri se jo shumica njerëzve e din këtë punë. Mirë po ka dituri që as nuk e din njerëz shumic, as nuk e din dietarët, është dije që Allahu azza wa jalla është veçuar me të. Prej tyre çështjen e xhenetit, xhehenamit, begative, allahhtarive ditës gjykimit, Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar për të, mirë po nuk është realiteti i njëjtë me atë që është këtë dunjë. Pra të ka thonë Abu ibn Abbasi, thot ato begatit që ka jenë xhenet, për asaj që është në këtë dunjë, nuk kanë pothuajse asgjë të përbashkët vetëm se emrin. Alkool kësaj dunjoje, alkool kësaj dunjoje, por realisht nuk është, domethënë, realiteti i njëjtë. Edhe te çështja e sifateve të Allahut azza wa jall. Na kemi me dhjetërën argumente, me qindra, me mia argumente që flasin për cilësi të Allahut edhe hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, më realitetin e tyre se si është në cilësitë e Allahut azza wa jall, si është qenia e Allahut azza wa jall, është dije që vetëm Allahu azza wa jall e din atë punë. Po inshallah kun Allah azza wa jall mundson me një xhenet, inshallah Allahu na mundson të tonve, domethënë na i fal gjinoat, na shpëlbon me xhenet, e atë e shohim edhe Allahun për begative kryesore të xhenetit. Mirë po, realitetin e tyre nuk e din askush përveç Allahut azza wa jall në këtë dunjë. Që për i bije që qofse thu duhet veç me konë mujtahid e me kuptu Kur'anin, ne them se është e vërtet se shumica e Kur'anit jenë gjëra domthonjë që njeriu me një lexim, me i dëgju, me i lexu e kupton se çka po të më thonë. Mos e adhuro dikon të përveç Allahut, adhuro vetëm Allahun, falë namazin, respektoj prindrit, mos shkon mos ju afroj moralitetit, janë çështje të qarta dhe domethënë nuk ka nevojë me konë mujtahid. Kjo e para. E dyta, vëllezër të nderuar, Allahu azza wa jall kur ja ka dërguar çet Kur'an, ja ka dërguar fillimisht që ty në arabëve që kanë jetuar në gadishën arabik, fillimisht në Kurajshitëve, po masandej edhe aty në Medinë dhe për rreth aty në dy qyteteve. Edhe kur ju ka drejtuar me çet Kur'an, e besa i ka çortuar kur ai ka kanë kthy shpinën Kur'anit. Ja u ka arsyetuar Allah me zëgjel me thonë se ju se kuptut Kur'anin se s'ket mujtahida, apo ka mjaftuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u lexu. Edhe ata kanë kuptu, edhe faktikisht nëse kanë kthy shpinën, Allahu azza me i dënu. S'ka thonë më arsyetua se valla s'kan qenë këta mujtahida. Nuk kanë qenë domethënë njerëz domethënë që faktikisht akademika që i thojmë ne se me kuptuar drejt dhe 100% Kur'anin. Allahu azza wa jall ka thënë Kur'an, ja ka dërguar këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam, ja kanë kthy shpinën, Allahu azza wa jall ka zbritur qindra, 10 ajete, duke i përçmuar, duke folur domethënë për realitetin e tyre se si ja kthyen domethënë shpinën vërtetës. Po si ka arsyetuar me atë se s'të kanë qenë ta mujtahida, s'të kanë qenë alamet dietar, edhe që domethënë se pas kanë kuptuar. Po dhe më ju kthy vëllezër të nderuar Kur'anit. Allahu azza wa jall e ka lehtësuar këtë Kur'an. Në shumë ajete Allahu azza wa jall thotë laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir. E kemi lehtësuar këtë Kur'an për ta mësuar, veç ka kush që e merr dhe mëson dhe përkujton atë. Fa inma yassarnahu bilisanika litubashshira bihi al-muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Dhe
e kemi lehtësuar këtë Kur'an në gjuhën tonë arabe, në gjuhë që ata e kuptojnë, që mi përgëzu ata të cilët janë të devotshëm, mirë po mjau të rjek vretin aty dëshmanëve dhe armiqve, prej pabesimtarëve. Por thjesht Allahu Azza po na thotë që e ka lehtësu. Pse po vini po thoni çfarë ka çtirë. Allahu Azza i ka çortuar njerëzit kurse meditojnë Kur'anin. Ka thonë efala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. A nuk e meditojnë Kur'anin apo i kanë zemrat e prangosura. Efala yatadabbaruna al-Qur'an ولو كان من عند الله فلو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. As për meditojnë Kur'anin sikur ti shkon pe dikujt der përveç Allahut Azza Jall, kishin me gjetë shumë çështje kontradiktore. Pra Allah Azza Jall po na thirr me meditu, me mësu, me lexu, e jo pe ngushtoni po thoni ja veç disa njerëz me disa kushte shumë të vështira që thash ashtu të përbashkëta nuk i gjon ndoshta vetëm se te Abu Bekri te Omeri. Bile disa prej tyre kanë thonë s'ka hiç se njerëz çfarë kërkohet me kuptu Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza edhe na ka çortuar kur ja kena kthy Kur'anit shpinën wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa a'rada anha. E kush është më zullumçar sa i cili përkujtohet me argumentet e Allahut Azza Jall, ajo kthen shpinën e tyre. Si ka arsyetu me thonë, ja keni këtë shpinën se s'keni ditë, si një konë një djetar, ja, faktikisht Allah Azza ka zbritur Kur'anin në gjuhë arabe, në gjuhë të qartë që kuptohet, faktikisht edhe në qoftë se ja keni shpinë, keni me qenë çortuar, edhe keni me qenë dënuar, qoftë se s'pendoheni para se me ardhë, më mbyll koha e pendimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikërisht pe kësaj këta çka po thojnë, është anku te Allahu Azza Jall. Është anku te Allahu Azza Jall se këta njerëz pe marrin Kur'anin dhe pe bojnë hijret, po leqitin Kur'anin. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Edhe po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zoti im, ajet kuranor, populli im e ka leqit Kur'anin. Pejgamberi se po ankohet Allah Azza qysh njerëzit në popullin e tyre që është drejtuar e kanë braktisur Kur'anin, disa e braktisin me lexu, disa e braktisin me punu, disa e braktisin me studiu, faktikisht lloj braktise që i ka përmendur edhe Ibn Qayyimi, për tyre dietar kanë thonë 40 ditë mos e bëhatme, faktikisht ai kanë llogaritë dietarët se ke braktisur Kur'anin. Mi po neve që intereson është me braktis edhe mos me lexu, edhe mos me mësu, edhe mos studiu, edhe mos me përfitu prej tina se Allahu Azza këtë Kur'an e ka bë dritë. E ka bë dritë që në asëran të vërtetën, në asëran rrugën, në ndonë, hakun për të kotës, të uhidin për shirkut, sunetin për bidatit, e kështë më radhë, e në qofë se ti thua, jo, këtë nuk mundën me kuptua, vetëm se një shtres e vogël, një kategori shumë e lartë të njerëzve, faktikisht qëfar dritë e për jetë aty mba. Dritë për dhe shumë pak njerëz, që faktikisht ndoshta nuk ekzistojnë. Allah Azza puna thot e ka lehtësu, ti po thuj është vështirë. Allah pejgamberin po ankohet se pe braktisim, po thuj ti duhet me braktisë se mundesh me marr vesh. Allah Azza puna çerton domethënë që faktikisht çysh pe studioni Kur'anin ti po thuaj s'bën me studiu Kur'an se s'mundesh me marr vesh tek kështu më radh. Unë s'po them që tash njeriu më u fut në të edhe në çështje që janë komplikume. E që më të vërtet ka nevojë për mes pas mujtahid. Mirë po, ato gjëra që janë të qarta, që thash shumica e Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sa janë shumë praktike dhe shumë qarta. Nuk guxon njeriu që me pas kësi dyshime edhe kësi, domethënë pengese dhe me thonë se Kur'anin nuk jena mundësie me kuptua vetëm se me kon mujtahid, ati mujtahidi duhet me plotsu këto kushte, ato kushte të përmbledhura, ndoshta nuk e realizon as Abu Bekri dhe Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Vetëm shikoni vëllezër të nderuar. Allahu pas thotë ja ju alladhina amanu atiu Allaha wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit dhe udhëhecësve tuaj, qoftë ata nga udhëhecët, domethënë vendit apo udhëhecës dietar. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Në qoftë se domethënë keni mos pajtime mes juve,
kthene te Allahu dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama këta po thojnë, s'ka nevojë se s'mundesh me kthy se s'mund e kupton. Allahu si bie që na paska thonë ktheno te diçka që faktikisht nuk po më shumë më kthy. A mundesh me logjiku dikush me mendu që Allahu xhel e bën një gjatë tillë? Allahu po thot, nëse keni mos pajtime, ktheni Allahut, ktheni të dërguarit, ktheni Kur'anit dhe ktheni Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo po thon, s'mundesh me kthy Kur'anin dhe Sunetin se s'mundi me kuptu Kur'anin dhe Sunetin. Subhanallah. A ka, domethënë, shpifje më të madhe se kjo shpifje? Ndoshta me kaq përfundojmë, nga se thash janë çështje edhe pak më të koklavitura që kanë bëjnë ndoshta edhe me nxënësit e dijes. Është në pediatrëve ka emrin Muhammed El-Amin Shankiti, ai i cili ka qenë mufesiri, domethënë ka një libër Adwa'ul Bayan, e ka trajtuar qit mesele zgjenisht në tefsirin e tina, kur ka folur për ajetin kuranor, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, domethënë përmise 100 faqe pothuajse ka folur qit mesele, edhe ka treguar detajet, ka treguar çasjen, ka treguar ku dojnë me dalë, në sa domethënë çështje e përdorin, se thash këto nështë autori ma tepër ka dosh me thonë se faktikisht njerëzit dojnë me i lidh njerëzit për medhhebeve, edhe me thonë që faktikisht përmbaju medhhebit tënë dhe domethënë mos gjurmën forma tepër, ama nuk e përdorin këtë rregull, këtë farë domethënë dyshimi vetëm për këtë punë, po ka edhe shumë domethënë sfera të ndryshme që e kanë përdorur sidomos në emra dhe cilësitë e Allahut xhel pikërisht pothuajse të njëjtën dyshim e kanë, e kush dën zgjerisht me e kuptuar këtë çështje, le të kthehet domethënë librit të Muhammed Amin Shankitit dhe aty të gjen domethënë detaje edhe më tepër. Lutim Allahun xhel që na jep detyrinë në fe, detyrinë të pasojmë me punë, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.